Partia Socialiste ka festuar mbrëmjen e të mërkurës 35 vjetorin e krijimit të saj. Ceremonia festive e zhvilluar në ambientet e selisë qendrore në qytet ka bërë bashkë kontributor të Partisë Socialiste ndër vite. Bashkëkryetarët e Partisë Socialiste Vlorë, Klevis Kaso dhe Eriona Ismaili në fjalën e tyre hapse të takimit e kanë cilësuar këtë përvjetor të partisë si një vit që përmbledh shumë suksese dhe sfida të kapërcyera. Për ta, Partia Socialiste ka pasur edhe ditë të vështira, por ka ditur të përmirësohet dhe të arrijë rezultate maksimale. Të kemë përballë jush disa nga figurat më të nderuara të Partisë Socialiste, që ndër vite kanë dhënë kontribut që nuk mund dot të paguhet me asnjë post, nuk mund dot të paguhet me asnjë pozicion, me asnjë përzgjedhje, përveç se me nderin edhe me dashurinë e popullit nëpërmjet votës së tyre. Unë e di që sfidat tuaja në vitet e kaluara, sidomos ata të cilët janë veteranë të Partisë Socialiste, kanë qenë të shumta, kanë kërkuar sakrificë që ne sot ndoshta si brez nuk e kuptojmë dot, por sfidat kur nuk përfundojnë, ato thjesht ndryshojnë. Atëherë kanë qenë disa sfida, sot janë disa sfida të tjera. Por jam shumë e bindur që vetmja arsye, vetmja mënyrë për të superuar, për të tejkaluar të gjitha sfidat, është vetëm të qëndruar bashkë. Edhe për të tejkaluar sfidën e ndasisë ndonjëherë për një pakënaqësie në midis njëri tjetrit, sot unë ndjej dhe e shoh që nuk ka ndasi, edhe ndonjë pakënaqësi në midis që është normale shuhet, por mbi të gjitha shumë e rëndësishme të kuptojmë se jemi të gjithë shumë të vegjël përpara dhe përballë historisë së Partisë Socialiste. Është vërtet emocion i madh, është privilegj, është vlerësim, por mbi të gjitha është një përgjegjësi e madhe të jesh bashkëkryetar i Partisë Socialiste në 35 vjetorin në vitin jubileu të partisë tonë. Do ta nis me një mirënjohje shumë të thellë për të gjithë kontributin tuaj. Gjithë secili prej jush ka vendosur një tull në murin e qëndrueshëm që është Partia Socialiste sot. Mirënjohje për të gjithë kontributin tuaj në vite, në të gjitha këto 35 vite ku qëndrueshmëria juaj ka transmetuar te ne, ka transmetuar te brezat ndjenjën e frymën socialiste për një Shqipëri europiane. Gjatë ceremonisë festive janë vlerësuar me certifikata mirënjohje si dhe me medalje ari dhe argjendi kontributorët e Partisë Socialiste Vlorë ndër vite. Ajo ishte fryma e Partisë Socialiste, e familjes tonë të madhe që di vazhdimisht të jetë freskët. Kjo është shtëpia që të jep jetë, të jep gëzim dhe solidaritet. Respekt edhe për punën në një periudhë shumë të vështirë. Të quaj virtyt të jesh pjesë e Partisë Socialiste, është një vlerë e jashtëzakonshme. Është tamam historia e Partisë Socialiste që bashkon në një strukturë kompakte edhe ata që kanë dhënë kontribute për partinë dhe që nuk janë sot midis nesh. Medalja që unë nderojmë sot ka pak nga kontributi im. Aty është kontributi i veteranëve. Ata njerëz të mrekullueshëm që në themelimin e partisë na inkurajuan, na bën të guximshëm, na treguan edhe se si duhet të ecim. Kujtoj me respekt dhe mirënjohje të gjithë ata intelektual të cilët shkruan programin e Partisë Socialiste dhe i kthyen në një parti tamam si motrat tona në Evropë. Gjithse cili na lidhin kujtime dhe përpara meje në këto momente kalon rrugtimi i 35 viteve. Shumë krenar dhe shumë ju si Partia Socialiste na e shpërbleu me ato fitore të mrekullueshme. Gëzuar festën 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, jem jashtëzakonisht i emocionuar kur ndodhem në një takim të tillë me figura të Partisë Socialiste, jo vetëm udhëheqës politik, por edhe intelektuale me karakter të fortë. Kjo seli gjithmonë ka gumzir. Ka gumzir në gjatë gjithë këtyre 35 viteve për historia të ndryshme. Në fillim fare për ekzistencën, pastaj për qëndrueshmërinë. Ky vlerësim është për ju. Gëzuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Për Blu Televizion kanë folur disa prej kontributorëve të Partisë Socialiste ndër vite, të cilët kanë thënë mesazhet e tyre të urimit. Për ta, kjo parti ishte vetëm i solli ndryshimin dhe që mund ta çojë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian. Ju uroj suksese në
veprimtarinë e saj politike, po sidomos për të arritur objektivin e saj të madh, kalimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Partia është shkëlqyer, 35 vjetori sa e gjen në kulmin e zhvillimit, përparimit. 35 vjetor Partia Socialiste vjen më fortë kur, me shumë sfida të fituara. Unë mbaj mend Partia Socialiste që në 91-shin të rrugë të vazhdoi, ta çojë Shqipërinë edhe një herë siç e ka bërë. Festën e 35 vjetorit ta gëzojmë gjithë bashkë. 35 vite Partia Socialiste në Vlorë që për e krijimit të saj në vitin 1991 në një festë zhvilluar në selin qendrore të kësaj force politike në Vlorë.